Në këtë periudhë ka ndryshuar linja e udhëtimit në pikën kufitare të Morinit. Duket se gjatë stinës së dimrit lëvizjet më të shumta janë nga Shqipëria drejt Republikës së Kosovës në vende turistike si Brezovica, Prevalla e vende të tjera në të cilat fundjavat janë më të frekuentuara. Ndryshe nga muajt e verës, kur fluksi më i lartë i kalimeve i përket hyrjes në Republikën e Shqipërisë, këtë periudhë janë destinacione turistike dimrore ato që po tërheqin më shumë qytetar. Kryesisht janë nga Tirana shumë udhëtar që zgjedhin të nisen drejt Kosovës gjatë fundjavës me synim zonat malore dhe qendrat e skive. Vim nga Tirana për në Prizren, me pi kafe, me hangri drek edhe me u kthy. Kam qenë në Brezovic, edhe vjetë për vjetë kemi qenë. E ka zotë dhe borë atje, kemi kaluar shumë mirë. Edhe kemi nejtë dhe i natë atje. Deri ke skit lartë, sipër. Shumë bukur. Sot për qef dhe do shkojmë dhe atje, në Prizren do ndalemi edhe vim rotu, marrim dhe ishka që na duhet për ekonominë e shtëpisë. Për të përballuar fluksin e shtuar të automjeteve, autoritetet kufitare po punojnë me të gjitha sportelet në funksion me qëllim shmangjen e vonesave dhe lehtësimin e qarkullimit. Gjatë 24 orëve të fundit, në këtë pikë kufitare janë regjistruar mbi 9.000 persona, ndërkohë gjatë ditëve të javës fluksi mbetet më i ulët krahasuar me fundjavën.